Aktiviteti Saranda, qyteti i notarëve kampion, ka sjellë në shëtitoren e qytetit historinë dhe lavdinë e notit sarandiot. Përmes fotografive, trofeve dhe rrëfimeve të kampionëve ndër vite, qytetarë e turistë po njihen me traditën sportive që e bëri Sarandën një nga qendrat më të rëndësishme të notit në vend. Organizatorët synojnë jo vetëm të rikthejnë kujtesën e brezave, por edhe të përcjellin mesazhen për ringjalljen e këtij sporti dhe ndërtimin e një pishinë noti në qytet. Një event krejt i veçantë vijon të shoqërojë mbrëmjet verore të Sarandës këtë qershor. I gjithë nderimi që vjen nga memoria kolektive për ata që u bën kampion të notit në dekadat e shkuara, i ofrohet çdo banori e turisti si një vlerë identifikuese e këtij qyteti. Pranë stendave me foto e trofe kampionësh në këtë sport që ishte aq masiv dhe aq rezultativ në Sarandë, para ekraneve ku shfaqen e flasin notarët e rekordeve të mëdha, ndalen qindra hapa për nostalgjinë dhe për të takuar histori sportive që Saranda ka bërë. Impresionet nga ky takim nostalgjik me historinë e shkruar në sportin e notit prej vitit 1936 deri sot kanë përfshirë njerëz të gjitha moshave. Është një veprimtari që bëhet tradit tani çdo vit në pranë kompleksit muzeal, galeri, muzeu traditës, muzeu arkeologjik, edhe këto format krahas muzikës për rinin, për të gjitha brezat, edhe një ekspozit memoriale me një tematik që ka qenë si vjetë dedikuar sportit të notit në qytetin tonë. Me mjeshtëri, i gjithë arkivi profesor Gjorgji Vasilit është frizuar nga studiuesja Enola, që është bërë gjithë ky projekt në formë grafike, me fotografi, me film, pra të gjithë ata ish notarët që janë në jetë tani dhe të tjerët me familjarët e tyre u gëzuan pranë këtij eventi kaq të bukur të bashkuar në këtë atmosferë. Saranda, qyteti i kampionëve të notit, sepse kampionatet e notit në qytetin e Sarandës janë zhvilluar që prej vitit 1936 e lubi i sportit dhe notit butrintit të qytetit Sarandës ka shkëlqyer me emra të mëdhenj. Saranditët kanë triumfuar në garat e notit jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit. Eventi i titulluar Saranda, qyteti notarëve kampion, është një ekranizim i botimit të mozaik noti në Sarandë me autor gazetarin sportiv Gjorgji Vasili. Saranda priste për 4 ditë rresht kur bësh një kampionat kombëtar i notit, të gjitha moshat vinin atje. Dhe kjo është ngjallet një nostalgji. Unë mendoj se vlera e këtij evenimenti është fakti që ata që kanë për detyrë ti thrasin pak zemrës atje. Që shiko, kam ardhur dhe drejtoj një qytet. Jemi ne që jemi qytetarët e parë të Sarandës. Nuk kemi një pishinë. Pa pishinë nuk bëhet më. Nuk kemi një ekip të kompletuar që të marrë pjesë dhe insisht. Arrim puna tash Saranda të marrë ndonjë notar që vjen nga jashtë që të përfaqësoj juve dhe merr etiketën KS Butrinti edhe përfaqëson. Ky organizim që u bë këtë radhë është një thirrje që Saranda t'i kthehet sportit të notit. Për te kësaj, Ciceroni, veterani i jetës sportive të Sarandës, thotë se vlera më e madhe e eventit në shëtitore nuk është kthimi te kujtesa kolektive, por sidomos që të bëjë ata që drejtojnë t'i flasin zemrës dhe ta bëjnë me pishin noti Sarandën e notit. Eventet të tilla shumë të nevojshme për qytetin tonë, tregojnë historinë e notit të sportit, se si kanë ndikuar në qytetarët e këtij qyteti të bukur dhe për kulturën dhe për çdo gjë që mban notin të vetë. Siç treguan edhe notarët vetë, ka me breza që noti është i lidhur me rrugën e këtij qyteti, çdo djalë dhe gocë e këtij qyteti është marrë me sportin e notit, ka konkuruar dhe ka dalë me faqe të ngritur në Tiranë, në qytete të ndryshme, por edhe jashtë vetë. Enola Beko, që ka punuar për realizimin e eventit, është vetë një vajzë sarandiote që vit pas viti sjell në mbrëmjet verore të Sarandës pasuri identitare të Sarandës në 10 vjeçarët e kaluar, si peshkimin dhe njerëzit e detit, marinarët që i shtuan kolorit këtij qyteti. E këtë verë, fokusi ishte te kampionët që Saranda i dha notit shqiptar.